Kryeministri Edi Rama u prit në një takim zyrtar nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu si pjesë e vizitës që kreu i qeverisë shqiptare po zhvillon në Jeruzalem. Shqipëria është e nderuar që bëhet pjesë e bordit të paqes themeluar nga presidenti Trump dhe e shoh këtë ftesë jo vetëm si një njohje, por edhe përgjegjësi morale. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha përpjekjet për të shih planin e paqes për Gazën të presidentit Trump dhe do të luajmë rolin ton brenda forcës ndërkombëtare për stabilizimin e Gazës. Në deklaratën e përbashkët, dy kryeministrat, ai i Shqipërisë dhe Izraelit, theksuan urat e bashkëpunimit mes dy vendeve. Qëndroni me kuraj kundër atyre që duan t'ju sprapsin, ju qëndroni krah së vërtetës, ju qëndruat krah Izraelit kur u sulmuam nga barbarët. Busulla juaj morale nuk u lëkund. Dhe kjo është diçka që ne e vlerësojmë thellësisht dhe që ju shenjon se një udhëheqës të jashtëzakonshëm të popullit tuaj, krah pengjeve dhe familjeve të tyre, dhe kundër kasapëve neonazistë të Hamasit, veprimet e cilëve kanë sjellë vuajtje të pa durueshme jo vetëm për izraelitët, por për një kohë shumë të gjatë edhe për motrat e vëllezërit tan palestines të dehumanizuar nga Hamasi deri në pikën e katandisjes në instrumente lufte. Pas pak, kreu i qeverisë shqiptare do t'i drejtohet me një mesazh parlamentit të Izraelit, i njohur si Knesset. Fjalimi është parashikuar nga protokolli i posaçëm i Knessetit, i cili u ka rezervuar një hapësirë të dedikuar disa udhëheqësve të zgjedhur, ku së fundmi ishte edhe Donald Trump. Rama ndodhet në Izrael për një vizitë zyrtare në kuadër të konferencës ndërkombëtare për luftën kundër antisemitismit. Më herët, kryeministri dhe bashkëshortja Linda Rama, që e shoqëron, vizituan murin e lotëve në Jeruzalem, vendi i shenjtë për hebrejt, ku lanë shënime me lutje që Zoti t'i dërgojë këtij qyteti forcën dhe paqen.